Me lajmin e fundit, tashmë pas largimit të trajnerit Silvinjo, presidenti Duka prezanton trajnerin e ri të kombëtares shqiptare. E ndjekim. Jemi me këto pamje të drejt për drejta të nderuar teleshikues nga konferenca ku pritet që presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka të prezantoj trajnerin e ri të kombëtares shqiptare pas largimit tashmë të trajnerit Silvinjo, që ka qenë në krye të kombëtares shqiptare që prej vitit 2023. Atëherë ndjekim, ka nisur. Në shpinë të konferencë mund ta ndiqni në kanalin tonë dhe YouTube. Unë do t'ja kaloj fjalën më një herë presidentit Duka për të mos humbur kohë dhe më tej vazhdoj me pjesën tjetër. President, fjala për ju. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinjo dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtaren shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë dhe unë për këtë padyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i tij. Por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt të reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën. Kemi menduar dhe kemi rënë në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël të ri. Me një trajner jo të ri në moshë, por me një trajner me shumë eksperiencë, siç është zoti Ronaldo. Vion konferenca e presidentit Duka, teksa prezanton trajnerin e ri tashmë të kombëtares shqiptare, Rolando Maran, një trajner me mjaft eksperiencë në krye të futbollit. Tashmë trajneri Silvinjo ka mbyllur kontratën me kombëtaren shqiptare. Ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë, dhe objektivat mbeten, ne jemi objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për çempionse botrorit 2030. Tani unë nuk dua të zgjatem më, të falenderoj edhe një herë Silvion, Dorin dhe Pavlo Zabaletën për bashkëpunimin dhe për kontributin në kombëtaren shqiptare. T'i uroj suksese trajnerit Rolando Maran me ekipin kombëtar shqiptar. Unë në fakt nuk bëra CV-n e zotit Maran, sepse është një emër i njohur i futbollit evropian, ka një eksperiencë 25 vjeçare në fushën e trajnimit, duke trajnuar skuadra të rëndësishme në seri A dhe B italiane, dhe jam shumë i bindur që do të bëjmë mirë në Nations League dhe në kualifikuese. Faleminderit edhe një herë për prezencën dhe fjalën ja kalojmë Silvios. Ish trajnerit
zotit Silvinjo. Mirëmëngjesi, çuna goca. Grazie, Mr. Presidenti.